Në mjedisit e bibliotekës publike, Marin Barleti u prezantua libri Misionari në Shqipëri në fushën e betejës, me autor Padre Libardi Camilo, i cili erdhi përkthyer në shqip nga Dr. Mark Palnikaj. Padre Camilo jetoi dhe shërbeu si klerik mbi 40 vite në zonën e Dukagjinit dhe Shkodrës, ndërsa në këtë libër autori ndalet tek momentet historike të Shqipërisë. Promovojmë librin e fundit të Padre Camilo Libardit, i cili ka punuar 45 vjeç në Shqipëri dhe mas 45 vjeç e ka larguar Ahmetzogu si person non grata, mas e shkroi librin Si u bë mret Ahmetzogu. Ai ka qenë miku shumë i sinqert i shqiptarëve dhe ka shkruar me shumë dashuri dhe me shumë vërtetësi për ngjarjet që kanë ndodhur dhe janë libra historike dhe ka qenë edhe i pamshirshëm me ata që nuk ja kanë dashur të mirën kombit shqiptar. Veçantia këtij libri, sipas studiuesit Mark Palnikaj, është trajtimi i librit në aspektin kombëtar dhe jo fetar. E veçanta që këtë libër, që është shumë i madh, 150 faqe, për lexuesin shkodron dhe për lexuesit e tjerë, e veçanta është sepse ai nuk e trajton nga ana fetare pothuajse fare, po e trajton nga ana kombëtare. Dhe në kapitullin e 15 thot çfarë bani frati thot për adheun e Skanderbegut. Mark Palnika është një studiues dhe albanolog i njohur dhe përfaqësues i ide i shkrimeve dhe studimeve të vjetra. Gjithashtu Palnika është studiues i njohur i dokumentave të arkivave të Vatikanit, Venecias e Napolit.